Këto i kam disa prej, do me thonë, certifikatave që i ke marrë në kursin që shkon për teknologjia, po? Po, dy kam nga kursi Probet Akademi dhe të programimit, një kam nga garat e atomit dhe një kam nga shkolla ime, Mihal Grameno, aneksi 1. Qa ke marrë për shkollës? Qa është ajo? Kjo është levdata që kam marrër, kur kam kaluar vitin me gjithë peshe në klasën e dytë dhe klasën e parë dhe këtu na kanë jepë po dje. Okej. Tash unë e di që ti edhe lexon shumë libra. Po, lexoj shumë libra. Kam disa libra që më pëlqejnë shumë. Për shembull, kush është prej autorëve që të pëlqen shumë ose prej librave që të pëlqen shumë? Më së shumti më pëlqen Bujar Qeriqi, Jeff Kinney, që është nga Amerika, dhe Roberto Giuliani nga Italia. Lexon libra vetëm shqip apo të anglisht? Jo, lexoj vetëm libra shqip. Vetëm libra shqip. Sa libra për shembull brenda një viti ti ke lexuar? Këtë vit, po? Po, këtë vit, në gjysëm vjetorin që kemi pasur, po shumë i kam lexuar 13 libra. 13 libra? Po. Bravo. A ka një libër që të pëlqen qaq shumë sa e ke lexuar 2 herë? Po, kam një libër që flet për familjen Jashari dhe ka titullin Legjenda nga Bujar Qeriqi. E ke lexuar 2 herë? Po, më shumë. A mund është, jo me bë referatin e gjatë si në shkollë që e shkruani lektyren, po shumë shkort me ma kallëzu pak kuptimin e këtij libri. Kjo libër e tregon 3 rrethimet që ka pasur familja Jafari. Dhe kjo të kalon ty përshtypje shumë. Po. Bravo. Librat a i lexon vetëm ato që ka t'i jep mësuesja për lektyra, apo merr edhe libra vetë që don? Marrë edhe libra që veti dua dhe të shkollës. Në shkollë kemi një set të autorit turk Suat Turgut. Dhe aty i merr dhe i kthen, apo? Jo, ne kemi një fund dhe i blejmë ato libra. Dhe ato, pasi që t'i lexojmë në mësimin me zgjedhje, i komentojmë në fletore shumë të gjata.